Si mund të shpëtojmë nga problemet psikologjike? Pothuajse çdo njeri që takojmë ose të vetja ndonjëherë përfshihet në atë që quhet problem psikologjik. Çfarë është problemi psikologjik? Problemi psikologjik është kur kemi mendime në kokën tonë të cilët nuk janë të vërteta, por ashtu na është fiksuar. Si shërohemi nga këto problemet psikologjike? Për të shëruar nga problemet psikologjike ndihmon shumë ajo që themi tek meditimi lotusoshëm, që nuk është meditim çfarëdo, por është një meditim të cilën të largon nga problemet psikologjike. Në fakt është vetëm një mënyrë. Dhe këto mënyra sigurisht unë i bëj disa seanca, por cilat janë hapat kryesore për të shëruar nga problemet psikologjike? Hapat kryesore janë: 1. Duhet të kuptojmë që ti je një qenie. Duhet të kuptosh ku ndodhesh, kush je ti, në cilën botë ndodhesh. Hapi i dytë është të thuash, të pranosh gjendjen ku je. Okej, nuk jam mirë, e çfarë pastaj? Unë dua të bëhem më mirë. Pra ti pranon që je një qenie që ekziston dhe dëshiron të mirën e qenies tënde. Hapi i tretë është që ti të vesh një qëllim vetes, të kesh një qëllim të qartë. Ti dëshiron që të bëhesh më mirë. Unë dua të mirën e vetes. Unë dua të mirën e qenies time. Unë dua të evoluoj, dua të dal nga dhimbjet, unë dua lumturi, dua gëzim. Hapi tjetër është që ti të mësosh parimet e pastra, ligjet hyjnore të multiversit, që në fakt janë mantra që ne mësojmë tek meditimi lotusoshëm, nëpërmjet meja Afrodita Zaja Falas online. Mund të vini, do krijoj një grup të ri. Pra hapi tjetër është që ti mësosh këto parimet e pastra, për shembull asnjë qenie nuk mund të pushtojë një qenie tjetër, unë dua të jem në harmoni me vullnetin hyjnor, e shumë të tjera. Kur ti thua këto nga qendra e gojës, sigurisht që kanë atëherë një efekt shumë të madh. Kur ti i thua këto gjë, pra ti mëson, je duke shkuar drejt shërimit të problemeve psikologjike, daljes nga problemet mendore. Dhe pastaj hapi i fundit fare që kërkon disiplinë dhe patjetër qëndrëzim e trupit dhe të zërit dhe të fytyrës, që do të thotë që ti pasi ke mësuar këto parimet e pastra, pra ligjet hyjnore të multiversit, atëherë ti je në gjendje të aplikosh, pra ti zbatosh. Atëherë ti quhesh që ke bërë, atëherë kjo do të thotë që ti je përmjeshtër i gjendjes emocionale, ke pastruar gjendjen tënde psikologjike, je mjeshtër i emocioneve dhe je larguar nga problemet psikologjike përgjithmonë. Dhe në fakt, të bësh pastrimin psikologjik është një nga kushtet kryesore për të hyrë në planet e larta të ekzistencës, në gjendje parajsore, në gjendjen e lumturisë së përhershme. Mirë se vjen tek meditimi lotusoshëm.